Festivali muzikor Unum elektrizon Shëngjinin, qindra të rinj kanë bashkuar Festivalit Ndërkombëtar të Muzikës Elektronike Unum te Krana e hedhur në Shëngjin, zona burgetare është kthyer në epicentër festimesh me performanca live të DJ-ve më të mirë botëror. Ky festival muzikor është pikë takimi i përvitshëm për mijëra turistë ardhashës nga gjithë Evropa me një skenografi me rërën, pishat dhe detet të rinj kanë ardhur nga vende të ndryshme të botës për të ndjekur nga afër 70 artistë që performuan në 3 skena të ndryshme të vendosura në Bregdet, duke sjellë atmosferë elektrizuese. Ky është edicioni 6 i Unum Festival, që çdo vit qelleron Shëngjinin, tashmë është kthyer në një traditë ku ky festival organizohet në nisjet e sezonit turistik, ndërkohë për mbarvajtjen e aktivitetit janë angazhuar struktura të shumta të forcave të rendit me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë të pjesëmarrësve dhe disiplinimin e automjetëve.